Hadija radiallahu anha të ngëllëzër i ka shërbi pejgamberi sa më thonë deri në frim fundit apo. Deri në frim fundit. Edhe shërbimi i cili të mahnit Allah, të mahnit çfarë shërbimi ka bëu. Tja a ke vetë në herë për shembull kur është vetmu pejgamberi sa në shpellën Hira. Po, kush e ka që bukën atje? A ke vetë në herë? A ke pa ku është ajo shpellë? Sot për turizëm më ungjit shpirtit del, veç për qef, elbet, më ungjitëm. Edhe atë një herë, mrena, dohon 10 ditë sarën atja, 2 javë, më ungjit. Khadija ditë për ditë, është në gjitë me bukë, me që burit vetë shpellë atja. Tja menën, kush e ka që bukën pejgamberi? Khadija e ka që bukën, se që shtu ka thonë vetë. Sa i ka pas Khadija radiallahu anha kur e ka që bukë pejgamberi në shpellë? Llogaritën se ka pas. Ha? Ka pas 60 vjetë. Pejgamberi në Mekë të ndëzër. Sa qika i ka pas? 4. Ka pas qikën, ka pas Fatimen, ka pas Kulthumin, ka pas Zainabin, Ruqayyen, ka pas 4 qika. Po. Nuk gjenë transmetim dikun se qikat i kanë bëu hizmet. Por që i ka bëu hizmet Hadija radhiyallahu anha. S'ka liu kërkosh më u përzi në shërbimin e saj ndaj burrit të saj. Unë i rrigati këtij njeri atë. Kur prandaj Allah e ka shpërbly për ç'i shërbim. Se ç'i shërbim po dojnë sot me rrëzu, me eliminu. Që të me fut konfliktin kush kujt i bën hizmet atë. Nuk kjo hizmet i argatllëkut. Po kjo është plotësim njëri me tjetrin. Se dhe burri shërbim grus, edhe ai është argat, hamal, bon, edhe ai. Ama dojnë me fut kush kujt duhet m'ja bëu gati drekën? Kush kujt duhet m'ja qit kafën apo? Tendenca për me enjollos bukurinë e dashurisë bashkëtorë apo. Sikur të transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Hadija kon të japë bukën pejgamberit më shikoj. Buka u të bëru. Hala mur, kjo ka qenë domthon para se me vdek. Para se me vdek apo. Në çat mosh i ka bëu zbat ato. Ka ardhur Xhibrili ka thonë Hadi Khadija muqbila. Oshtuar Khadija, radiallahu anha. Shikoni të vëzër, Khadija s'ka qenë të u falë. S'ka qenë të u falë, s'ka qenë të botë të spitë, të zukur, ka qenë me tabak në dorë, o fjedija i dam, ka pas një qorë bëndorë të jaqu pejgamberit, salësëm ja ka bo gati burit saj. E që të ka thonë Gjibrilin mo, tash, o mosh mo, ka thonë, Hadi Khadija muqbila, oshtuar Khadija, të regoj se Allahu po i bën selam, edhe i ka përgadit një pallat në xhenet ku s'ka lodhje në to, se balje lodh, jenë gjitë kodrave, e ke ngajt mastije, bobuk, këna me shpërbly me një pallat ku tash kimo shërby, s'ka lodhje. La në sabe fiha, wala, pasab. S'ka në të lodhje, as s'ka mangësi, as s'ka smunje, s'ka kurgjë, s'ka pleqni. Shpërblim? Në dunja pse? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e në sejgjde, apo, a ka mujtë? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e ja, në të hijat, ka mujtë me jarë. Ku i ka arë përgzimi, edhe kjo është të me thonë se, i ka arë përgzimi, ajo tabaku në dorë, ka që mburit vetë bukën me hongër, që aty ka arë përgzimi, edhe. A është kjo rësishme, që është ka qëllu, ka mujtë me qëllu edhe, të hongër bukë, ka mujtë me qëllu të pi kafe, Se kjo sështë fe e rastis, kjo së fe që e menagjan pejgamberi që ka me thonë, jo. O bëgjit e kjo dalën, feheda, a i të ullëzën, ku me thonë, a i të ka ullëzuapë. Andaj, të nëzër, kjo është pasuri. Kjo është pasuri për një burr, një grua e respektueshme që e dëgjon e ndihmon e i shërben, është pasuri që do të me e vlerësue me kon mirënjohës. Jo me kërku njëri me symbol, gruaja i bën hizmet atij, ai thotë, "E pse ti s'det me punu dikon, me i bëj hizmet dikujt tjetër?" Një begati që në dorë ka e këshyr me hu për përfitimet dunjos ato. Nga se bukuria është në plotësim, e kemi cek, jo në konkurrencë. Jo në konkurencë, po në plotësim. Ato që nuk mund me bo burri, do të gruaja me bo. Ato që s'u bën gruaja do me bo burri. Gjithve ja ka pa Allahu xhallahu ala ka një aftësi, ka një mundësi që këta plotësohen, që kështu plotësohen dhe kështu kontribuojnë bashkë. Po jo konkurrojnë, jo që përplasen edhe bojnë jetën garë, kush e më dominant, kush ka më tepër e kush. Kjo s'është jetë, kjo s'është pasuri. Kjo është varfëni bashkëtorë, nuk është pasuri bashkëtorë.